Pas një ndalese të suksesshme në Shkodër, ekspozita Shqipëria 1921 e Eugen Pitard është vendosur në Durrës duke sjellë të njëjtin udhëtim unik fotografik. Në vitet 1921 dhe 1924, Eugen dhe Helen Pitard udhëtuan nëpër Shqipëri duke kapur në celuloid jetën e përditshme, qytetet, fshatrat, njerëzit dhe peizazhet e paprekura. Materiali arkivor që ne disponojmë i Durrësit është historik, duke filluar nga Pallati Princ Vidit pak para se të rënohej i vjedhur, torre ku ne ndodhemi me gjithë godinat e asaj kohës, godinat mesetare, tjera, pra dhe edhe për një arsye tjetër se edhe Durrësi është një qytet djep kulture, paisa që është Shkodra, Korçë, Tirana, ku ekspozita do uftoj dhe ka uftuar. Ambasadorja e Zvicrës në Tiranë vuri në duke rëndësinë që ka trashëgimia e Pitard për Shqipërinë. Helen Pitard. Është kënaqësi që jemi në Durrës për ekspozitën e dy fotografëve zvicerian. Ata kanë një kontribut të rëndësishëm për Shqipërinë dhe lidhjen midis dy vendeve tona. Pitard është humanist dhe antropolog dhe ka një kontribut të shkëlqyer dhe besoj se me anë të objektivit të tij, ai solli jetën e shqiptarëve për atë kohë. Ekspozita ofron një vështrim të rrallë mbi vendin parë nga sytë e akademikut të njohur zviceran. Vepra e tij fotografike prezantohet për herë të parë në materiale të shtypura dhe si përvojë digjitale për publikun.